Në Shqipëri, dhuna në familje, specifikisht dhuna ndaj grave dhe fëmijëve mbetet një problem i thellë social, i cili shpesh herë nuk menaxhohet në mënyrën e duhur dhe ka lidhje me vetë shëndetin mendor të dhunuesve. Megjithatë, shërbimet psikoshëndetësore ndaj dhunuesve me probleme të shëndetit mendor janë të rralla e shpesh herë të munguara, duke krijuar në këtë mënyrë vështirësi të mëdha në parandalimin e dhunës së përsëritur dhe mbrojtjen e vetë viktimave. Në këtë podcast do të diskutojmë me psikologen Derina Male mbi sfidat dhe mungesën e trajtimit psikoshëndetësor të dhunuesve, si dhe ndikimin e këtyre vështirësive tek vetë viktimat e dhunës. Zonja Derina, shumë faleminderit që jeni me mua sot në këtë podcast. Faleminderit për ftesën. Doja ta nisja këtë episod me mënyrën se si ju e shikoni situatën aktuale në Shqipëri sa i përket shërbimeve psikologjike dhe shëndetësore që i jepen personave të cilët kanë ushtruar dhunë në familje. Në eksperiencën time dhe ndjenjën time nuk është se kemi programe apo institucione specifike për agresorin, le të themi për personat që ushtrojnë dhunë. Por më tepër është fokusuar te viktimat e dhunës dhe patjetër që ka një rëndësi shumë të madhe, por të një vëmendje që ka shumë rëndësi për trajtimin e të rësitë të gjithë situatës është që të merret në konsiderat edhe ai që ushtron dhunë. Sepse normalisht mbas kësaj sjellje të caktuar të përsëritur në formë dhune kemi të bëjmë me problematika të ndryshme psikoemocionale që do duhet me patjetër për të parë, por theksi është tepër i ulët në këtë gjë dhe ndërkohë që domosdoshmëria është tepër e lartë. Përgjithsisht i është kushtuar më tepër rëndësi aspektit penal dhe ligjor në formë dëshkimi sesa mënyrës së vlerësimit të këtyre personave dhe pastaj trajtimit në mënyrë që të ndërpritet cikli për të mos përsëritur përsëri episodet të dhunës. Por institucionet në këtë aspekt janë të munguara dhe normalisht edhe programet ndërhyrëse kemi pak vështirësi në implementimin e këtyre programeve në vendin tonë. Ju thatë që realisht nuk ka një metodë apo një adresim konkret sa i përket shërbimeve psikologjike dhe shëndetësore ndaj dhunuesve, po në aspektin institucional e vërtet, po shtëqe të tjera, a ka sa i përket trajtimit të dhunuesve sa i përket shëndetit mendor? Pra në përgjithësi, mënyra se si edhe mentaliteti, po dhe vetë institucionet funksionojnë është që dhunuesit shpesh herë marrin vetëm dënimin e tyre penal, edhe situata mbyllet aty pa një studim më konkret apo pa një trajtim më konkret të situatës apo gjendjes mendore të këtyre dhunuesve. Për sa i përket shoqërisë, ajo që qëndron është pjesa që tek ne fatkeqësisht disa sjellje dhune janë normë, janë të normalizuara qasje që mund të kenë individ caktuar në familje apo dhe në marrëdhënie, ndjesia e lartë e kontrollit dhe gjitha këto konsiderohen si normë. Për sa i përket aspektit institucional, është mungesë një institucioni caktuar që merret specifikisht me problematika të tilla. Veç institucioneve kemi vështirësi apo kemi pengesë apo mungesë të programeve specifike rehabilituese për dhunuesit. Gjithashtu një nga vështirësitë e tjera apo mungesë është persona adekuat që të janë profesionistë për trajtim të dhunuesve, sepse për sa i përket viktimave të dhunës ne fatmirësisht kemi institucione specifike që merren me këtë gjë, por për agresorin apo atë që ushtron dhunën janë mungesë në të reja këto nivele, qoftë institucional, qoftë profesional, apo dhe qoftë në aspektin rehabilitues me programe të caktuara specifike për këta persona. Por si ndikon realisht tek vetë personi i dhunuar, të vetë viktimat e dhunës, mungesa e trajtimeve psikologjike dhe shëndetësore të dhunuesve? Ne kemi shumë histori dhe fatkeqësisht edhe në Shqipëri është e krijuar dhe si mentalitet nga vetë viktimat e dhunës, nga gratë viktimat dhunës, të cilat thonë që ne nuk jemi të gatshme që të raportojmë dhunën që po përjetojmë, sepse ai do të futet në burg për 2 vite, për 3 vite do të dalë dhe unë do të përjetoj të njëjtën gjë, apo edhe më keq. Pra është kjo frika e precipitimit të dhunës që ato vetë përjetojnë. Sa negativisht ndikon mungesa e trajtimit psikologjik të dhunuesve tek vetë viktimat e dhunës? Ajo është ndjesia e parë që të vjen tek të viktimat është ndjesia e pasigurisë. Ka një ndjesi theksuar të pasigurie për shkak të këtyre gjërave që sapo përmendëm që edhe në momentin që dhunuesi do të dënohet ligjërisht mund të kemi një ripërsëritje kur ai të dalë kur të mbarojnë dëshkimin. Ajo që është më e dukshme ose është më problematike është përsëritja e këtyre episodeve në mënyrë të vazhdueshme tek viktimat që janë të dhunës. Tek vetë dhunuesit normalisht pasojat nuk janë vetëm ligjore, pavarësisht se ato janë më të dukshme tek ne si shoqëri,
por mund të kalojmë ndoshta edhe në problematika të tjera që janë bashkëshoqëruese, sepse dhuna, ushtrimi i dhunës shoqërohet me konsumim të lëndëve të caktuara narkotike apo të konsumim të alkoolit dhe ndoshta degradimi individual i vetë personit të dhunuar vjen me kohën veç viktimës që është dhunës, por kemi me dhunuesin në këtë rast vjen me kohën në mënyrë graduale dhe në mënyrë të vazhdueshme. Pra përsëritja, ndjesia pasigurisë, vështirësia për të ndërprerë këtë ciklin e dhunës janë disa komponentë që janë të dukshme dhe janë pasojë negative që vijnë nga mungesa e këtyre institucioneve për trajtim apo mungesa e programeve apo mungesa e stafit të adekuat për trajtimin e këtyre personave. A mendoni se adresimi i trajtimit psikologjik të këtyre personave të cilët kanë ushtruar dhunë në familje do të ndikonte automatikisht edhe në ndjenjën e sigurisë apo ndjenjën e mirëqenies tek vetë viktimat? Patjetër, në momentin që përveç ndryrja bëhet dhe psikologjike, rehabilituese dhe jo vetëm ligjore dhe penale, ndoshta viktima në të tilla raste mund të shpresojë për një ndryshim, le të themi, të mirëfillt tek personi që ka ushtruar, që është dhunues, sepse siç e përmendëm pak më përpara, dyshimi dhe rikthimi i episodeve është në mënyrë të vazhdueshme dhe konstante te viktima, por në momentin që ka programe specifike apo ka institucione specifike për individët e caktuar për të ndërprerë këtë lloj cikli dhe për të trajtuar rritjen ndjesia e sigurisë ndoshta më e lartë tek këta persona. Unë kam pas mundësinë të punoj në institucione që trajtojnë të mitur që janë viktima të dhunës ose kanë qenë vetë dhunuesit dhe ajo që kam parë gjatë kësaj eksperience është që ka pasur një ndërhyrje, le të themi, minimale psikologjike rehabilituese tek ta adoleshentë, le të themi, që kam pasur unë mundësinë të punoj, por jo një program specifik të mirëfillt për trajtim, sepse ajo që vjen fillimisht është ndëshkimi, sepse është ndjesia e revoltës, e urrëties kundrejt dhunuesit dhe dëshira për ta parë sa më keq, por nëse kemi të bëjmë me një adoleshent që për arsye të caktuara ka qenë viktimë i të qenurit dhunues, sepse ndoshta nuk ka qenë me paramendim ose ndoshta ka qenë në faktorë të tjerë, nuk do doja të vija thekse në asnjëherë për këtyre arsyeve, por nëse ai me vetëm ndëshkimin ligjor dhe jo rehabilitues për të superuar atë që ka ndodhur, për të superuar, ndoshta sepse pas dhunuesit gjithmonë kemi ndoshta trauma të mbartura të hershme që ti e projekton në të sjellje të caktuara të devijante ose të qenurit protagonisti një akti krimi, mund të kemi të bëjmë me modele të përsëritura familjare që janë mbartur aty, mund të kemi të bëjmë me vështirësi për kontrollin e menaxhimit, vështirësinë të kontrolluar të emocioneve dhe kontrollin e konflikteve. Pra kemi të bëjmë me shumë problematika psikologjike që ajo që duket në fund është vetëm akti i dhunës. Ndaj është shumë e rëndësishme që të ndërtojmë këto institucione dhe këto programe për të trajtuar të gjitha këto problematika në mënyrë që të evidentojmë ndoshta aktin burrfindimtar që është akti i dhunës. Po sa i përket politikave, kemi ne protokolle konkrete të cilat lehtësojnë trajtimin psikoshëndetësor të dhunuesve? Ajo që ne kemi është kemi institucione që janë bashkëpunuese që referojnë problematikat tek njëri tjetri, që referojnë dhe përgjithsisht ato që referojnë janë viktimat, sesa vetë ai që ushtron dhunë. Por mendoj që duhet të theksohet pak më shumë bashkëpunimi dhe koordinimi i këtyre instancave që janë policia, drejtësia, shërbimet sociale, shërbimet psikologjike, të gjitha të kombinuara në mënyrë të mirë menduar që progresi dhe funksionimi të jetë në favor të viktimës apo në favor të individit që ushtron dhunë. Pra institucionet funksionojnë në ndjenjën time për sa i përket viktimës, por për sa i përket atyre që ushtrojnë dhunë kemi një deficiencë dhe një mungesë theksuar, të paktën në vendin tonë për këtë gjë. Siç ndoshta në vendet europiane kemi institucione specifike që i trajtojnë, tek ne akoma nuk është një qasje e tillë ndaj këtyre kategorisë caktuar të individëve. Po ju vetë si psikologe, cilat do thoni janë sfidat kryesore të cilat ndikojnë në parandalimin e trajtimit psikoshëndetësor të dhunuesve? Stigma, sepse siç përmend pak më përpara tek ne ndoshta ca sjellje problematike janë normë dhe që janë normale që burri do të ketë pak autoritet dhe autoriteti tek ne ka një konotacion shumë personal, se shumica marrin që autoriteti është edhe të ngrëzërin edhe të godas, edhe të ushtrojë dhunë, jo domosdoshmërisht verbale, dhe kjo është normale. Ne kemi shumë raste që
do të durosh sepse ka duruar X person, sepse ka qenë, nuk ka ndonjë problem se ndodh kjo gjëja. Pra stigma shoqërore me dhunuesit, më fal që të ndërpreva, jo vetëm me dhunuesit, po edhe e viktimave të dhunës. Shpesh herë bëhet. Përgjithsisht, ajo që kam vëre unë është që personaj që janë viktima të dhunës në mënyrë të vazhdueshme janë personaj që fatkeqësisht kanë qenë pjesë apo viktima të dhunës ndoshta në hershmëri ose ka qenë protagonist e një dhune e një modeli të krijuar ndoshta në hershmëri. Pra dhuna në një farë forme duket sigurisht si e trashëguar brez pas brezi dhe sikur pranohet dhe kuptohet njësoj të brezat të caktuar. Ndaj do duhej që të bëhet një ndërprerje e këtij cikli për të parë deri ku është normale si gjë dhe deri ku nuk është normale, sepse normalizimi i kësaj gjës na bën që të kemi vështirësi për të ndërprerë këtë lloj cikli. Ju përmendët pak më parë që sa i përket institucionalizimit të trajtimit psikoshëndetësor, për momentin në Shqipëri ne kemi një politika apo një protokoll të rregullt të trajtimit psikoshëndetësor të viktimave, por jemi në deficiencë totale të trajtimit psikoshëndetësor të dhunuesve vetë. Cilat do të ishin disa mjeta apo disa alternativa apo disa metoda që ne do duhet t'i përqafonim apo ti bënim pjesë si në aspektin institucional, po dhe në aspektin e psikologëve, apo dhe në aspektin e mentalitetit të shoqërisë, të cilat do të ndihmonin në trajtimin psikologjik dhe shëndetësor të dhunuesve. E para dhe më e rëndësishme është ndërgjegjësimi që po edhe dhunuesit kanë nevojë për trajtim dhe jo vetëm për ndëshkim. Dhe mendoj që ne akoma nuk e shohim si domosdoshme këtë gjë, jemi vetëm në planin e ndëshkimit sesa të trajtimit. Ndërgjegjësimi i kësaj gjës do të ishte hapi kryesor. Hapi i dytë të ndërtoheshin institucione specifike për trajtimin e dhunuesve dhe jo vetëm të diferencuar nga viktimat, specifikisht vetëm për dhunuesit. Së tretë do të ishte të ndërtoheshin burimet njerëzore që janë edukuate dhe profesionistë për sa i përket trajtimit të kësaj kategorie individit, sepse edhe ne si psikolog do na duhet që të marrim një specializim ekstra, do të duhen informacione ekstra dhe trajnime ekstra që ne të punojmë me kategoritë të caktuara individësh, jo vetëm me dhunuesi, por edhe me kategoritë tjera. Të gjithë ne marrim trajnime ekstra për të punuar me kategoritë të caktuara, sepse nuk është mjaftueshëm informacioni që neve kemi. Përveç këtyre do na duhet, përveç trajnimit do na duhet kemi edhe programe specifike të hartuara në mënyrë të njëpasnjëshme për të ofruar ndihmën e duhur rehabilituese për këta persona që do jenë të institucionalizuar në vende të caktuara. Pra do duhet një bashkëpunim shumë i madh dhe një punë e mirë menduar dhe strukturuar me persona kompetent për të trajtuar një çështje të caktuar. Dhe jo vetëm ta pranojmë, por edhe të ndërhyjmë në mënyrën më të mirë për të bërë edhe progresin e duhur tek ta individ. Sipas mendimit tuaj, si do të ishte apo çfarë do të bënte që të rritej më së shumti bashkëpunimi midis institucioneve dhe qendrave të ofrimit të shërbimeve psikologjike për të reduktuar dhunën? Nëse ne do duam që ta reduktojmë edhe të mbrojmë viktimat, ndoshta do duhet të punojmë më shumë me dhunuesit. Dhe nëse e shohim kështu, jam i sigurt ndoshta që do të ishte indicia më e madhe për të krijuar këto hapësira për personat që janë dhunues, sepse ajo që trajtojmë ne është produkti dhe nuk trajtojmë burimet dhe arsyet që e prodhojnë dhunën, dhe mënyra më e mirë për të trajtuar është për të parandaluar. Nëse nuk parandalojmë, trajtimi pastaj bëhet i vështirë, sepse do trajtojmë një kategori të caktuar individësh, por ndërkohë që do riprodhohet nga forma të ndryshme dhuna dhe do kemi prapë viktima dhe prapë do jetë cikli i pandërprer. Pra, nëse do ta shohim në këtë formë, do ta bëhet pak më thjesht për të ndërtuar këto institucione apo për të ndërtuar këto programe për të parandaluar prodhimin dhe riprodhimin e dhunës në mënyrë të vazhdueshme. Delina, ne po i drejtohemi fundit të këtij podcasti, megjithse në fakt në përgjigjen e pyetjes së fundit mua më tingëlloi vërtet si mesazh që nëse ne duam të reduktojmë dhunën, do duhet mbase të shikojmë vetë dhunuesit dhe jo të merremi vetëm me trajtimin e viktimave, por diçka që do doja nga ti do të ishte një mesazh konkret drejtuar institucioneve, drejtuar qendrave të shërbimeve psikologjike që doja ta ndaje me ta lidhur me këtë problematikë. Do të shndroja kësaj që përmend pak përpara për të parandaluar do ishte më mirë që të parandalonim se sa të trajtonim. Dhe mënyra për të parandaluar është për të identifikuar nga buron dhuna dhe për të trajtuar burimin e dhunës që në mënyrë që edhe produkti apo të jetë minimal ose që të jetë më i menaxhueshëm. Pra
patjetër që trajtimi i viktimave është shumë i rëndësishëm, por trajtimi i dhunuesve apo i kësaj fryme, le të themi, që normalizon këtë gjë apo që e shikon vetëm në aspektin ligjor dhe jo psikologjik apo social, bën që të kemi këto situata në cilat ne gjendemi sot. Do të duhet që tërësia të shikohet së pari në kompleksitet për trajtim, do të duhet një bashkëpunim shumë i fortë midis institucioneve të caktuara adekuate që janë për të trajtuar këtë problematika dhe referimet janë në mënyrë në kohë të menjëhershme, në mënyrë që të ndryshia të bëhet në mënyrë të menjëhershme. Pra, dhuna nuk është një element që duhet, një fenomen që duhet normalizuar, por normalisht duhet të trajtuar në mënyrën e duhur që të shmanget të gjitha problematika që të gjithë ne afektohemi në mënyrë të ndryshme nga këto situata. Qoftë fëmijët, qoftë të rrituri, qoftë jeta sociale, pasiguria që krijohet, pastaj na ndikon edhe ne në zhvillimin personal për objektiva që ne mund të kemi të ndryshëm në jetë. Delina, shumë faleminderit që ishit me mua. Faleminderit. Sot, faleminderit dhe ju miq të dashur që na ndoqët.